Atëherë përshëndetje nga ne. Përshëndetje. Neve jemi këtu në vendbani me kandidate përsëri. Të njëjtën kandidate, nga se e kemi të njohur më nesive. Edhe këtu e kemi domethënë incizimin për ditën e fundit, orën e 3:06, edhe jemi në vendbanim dhe jemi fiks. Qëllimisht jam parku me një parking hapësirë shumë e mbyllët. Edhe të shohim shoferja, vozitësja, se si do e nxjerrë nga mbrapa veturën, megjithëse kemi pengesë të mirë. Ule frenin e dorës. Atëherë vazhdojmë procesin e orës dhe të shohim të ndjekim hapat se si do vozisë kandidatja. Hajde. Fillojmë. Timonin nga dalë, heke kushnicën, andej vazhdojmë, andej. Apo se këndej e kemi pengesën. Mirë po, do kemi kujdes përsëri, mos e kapim edhe këtë veturën këtu. Apo? Shkojmë sa më nga dalë. Okej, mund edhe pak. Edhe pak. Liro vetëm, liro, me rektesën. Stop. Shko tash në parking, andej. Nxirren para. Full timonin andej. Heke kushnicën, domethënë punojmë me komplotin edhe tash mere për këndej. Së mere. Fiks qëshu. Hajde. Edhe pak, ke hapësirë, shfrytëzoje. Stop, tash shko rikthers. Okej, tash fillojmë nga dalë, mos e kapim as veturën këndej, pa as mbas, apo? Hajde. Fillojmë për atë edhe ndryshojmë pozicionin, apo? Okej, vazhdo nga dalë. Vazhdo nga dalë. Vazhdo, mos u frigo, drejtohet tash pak. Edhe pak, mos u frigo, shifte pas qyra. Qo, edhe pak. Stop, qo pak para. Full timoni. Stop, tash. Hajde, rikthers, timonin nga nga tjetër. Full. E ke full. Okej, vazhdo. Edhe tash fillo këndej. Prit, jo për një herë, nga dalë. Okej, me rektesën për këndej. Nga dalë. Hajde. Nga dalë. Mere, ende. E ke marrë full tash? Okej. Andej, pas pyra. Shofim edhe në bas. Vazhdo. Tash fillo drejto, që mos e kapish, shkojmë drejt tash. Drejt, jo drejt total. Drejt mbas, prit veç pak, mirje. Mbas, drejt mbas, apo? Tash mos e kapim veturën, apo? E hekim frenin punues edhe veç me komplugin. Vazhdo. Përqëndrimi, koncentrimi mbas, dhe pas qyrat mbas, se ne mbas jemi të shku, apo? Hajde, vazhdo. Perfekt, shofere, kjo është. Apo? Mund të shifni pamjen se sa keq që kemi parë do me thonë veturat para, edhe në këtë mënyrë kuptohet se pak me shqetësime bëni fillestarja, mirë po, nëse ne e bëjmë këtë pjesë, do me thonë këtë vështirësi, ne pa tjetër se më pas do bëjmë shofera ashtu si duket, apo? Se edhe unë mund që të hipim vetur të të nxjerrje veturën, mirë po ti duhet t'i provojsh vështirësit, apo? E ke frenin punues? Vazhdo vetëm drejt, duke kontaktu me pasqyrat, këndej tash mere këtesën. Vazhdo. Vazhdo nga dalë.
Vazhdo këndeje kemi pengesa, e shofim deri ku, vazhdo edhe hajde edhe pak. Do me thënë krejt anët i shiqojmë, jo vetëm një në anë, po hajde, mund edhe pak, stop, drejto para desh. Hajde, e di, e kuptoj, nuk ishte e let, apo, mere këtesën të shëndej, mere këtesën të lutem, okej, aj let presë, ta shifet pas qyrën, apo, edhe vazhdo me gati, bëne gati komët, si bojmë gati, okej, edhe presi, edhe pak para, edhe vazhdo, heke freni punues, drejto, kjo, ne punojmë do me thonë me pedalet, ashtu nga dal. As timoni nuk e bëjmë me shpejtësi totale, apo? Do me thonë, i bëjmë me qëtësi absolute nga dal. Jemi afru shumë afër, jemi në rrezik, e rrotullojmë shumë pak timonin, apo? Ne nuk duhet vetëm vendet të hapura, do me thonë, dhe kesh kështu pengesa, si shofera, apo? Edhe për atë arsye se dhe kesh kështu pengesa, neve duhet, do me thonë, në njerë të him edhe rrezikut, se nuk mundet për çdo herë ta thirish një shofer profesional, po duhet pa tjetër ti ta provojsh, ti të eksplorojsh. Apo ti ta marrish atë guximin. Nëse sot ke dalë prej këtij parkingu, apo që tu duk shumë, do me thonë mënyrë më të keqe të mundshme, sinjalizot jatas. Mirë po, ndalemi, se ne kemi, vazhdo këndej. Shofim kursin e dytë, mund vazhdojmë nga dal, me gas, për arsye se jemi në të dytën, gas edhe pak, edhe mbajmë fiks kursin tonë, apo, vazhdo me gas edhe pak, edhe pak, nxjerrim tretën, vazhdojmë, do kemi kujdes se rrugët janë të prishura, do me thonë, mbi gjithat kemi kujdes gropat, pungat, nuk është se ne kemi kursin e hapur edhe mund të vazhdojmë ashtu si duhet. Edhe për atë arsye dhe çdo herë ja ceki çdo kandidati se ti nëse mësosh të vozisësh, bësh shofere këtu në qytetin tonë Tetov, ti do me thonë shko ku të dush shofere je, apo? Këtë kam përmend disa herë dhe vazhdoj ta përmendi, ta përsëris, për arsye se fatkeqësisht qyteti jonë i ka disa të mira, mirë po i ka edhe disa shprehu lirë. Pak mandej, apo se kemi këllot, mirë po jo shumë, se të kursia tjetër kemi vetur tjetër, apo. Do vazhdoj. Vazhdoj, pak, freno, pak. Tash, po qofse do kishim shku në djathtas, ne mund qim shkojmë djathtas. Mirë po, ne do shkojmë drejt, për këtë arsye duhet presim në semafor. Si ndjehemi, vajza? Ti bëjmë gati këmbët, apo? Vazhdojmë me gas. Edhe pak, hajde nëzirë. Sot folim. Apo, sot s'kemi test, orë test. Mund të vazhdojmë me gas. E dalim tu edhe cikë dalim. Sinjalizojmë majtas edhe presim se kemi majtas, apo shumë e rëndësishme është pasqyra. Mund nga dalim me gas. Heke pak gasi, rritë ka gas pak ma shumë lutë. Okej. Do me thonë, dërmjet dy veturave, mund të kyqemi, ndale si një. Heke gasi. Vazhdojmë nga dal, afrohemi dhe pas këtij tjera të kyqemi. Se ne nëse qëndrojmë me një vet, apo
Ne nuk mund të kyqemi, tash kyqu. Sinjalizo djatës, shkojmë djatës. Tu e mbajmë kursin tonë, se thonë të shkojmë drejt, apo? Hajde, vazhdo me gas. Kjo është kursia jonë, kjo është kursia jonë. Me thonë, afër unazës, afër murit. Jemi do me thonë kursin nga ana e majtë dhe nga ana e majtë e bënd shkyqjen, apo? Do i bëjmë unazën dhe të këthejmë. Nga dalë, ta mati për me thonë unazën, mere këthesën, mere zgjatu pak, shife, diri ku, apo, jo t'hipim bjun, jo ndali sinjalin të lutëm, do këthejmë. Apo, sinjal djatës tash, edhe e drejtojmë. Vazhdojmë me gas, nuk e nxjerrim tretën. Sinjalizo djatës dhe ndalesh pak djatës. Dalë fundet, edhe do kyqesh pak djatës, edhe do. Drejto. Sa më afër të parkohemi, po? Drejto, tash, drejto. Nxjerrim të parën se shpejtje. Hajde. Stop, qo pak rikverc. Ok, afrohemi pak afroje pak këndej. Ka duhem të afrojmë, andej edhe rotullojmë timonin. Afroje, ende, vetura ta marrë drejtimin se është tu afru në trotuar, apo? E drejtojmë drejt, jo shumë. Edhe shofim veturën nëse kapim brapa, apo? Stop. Nuk duhet edhe ta kapim. A ishi pak edhe pak vend, mendoj se edhe pak? Stop. E pastrim e para dritare, apo? Hajde. Tash këtë kursi mund të vazhdojmë. Këtë freni. Këtë kursi mund prit pak. Edhe vazhdo tash. Vazhdo me gas. E rritim e nxjerrim dytën, apo? Vazhdojmë. Shofim në rreth rrotullim, apo? Vazhdojmë me gas. Këtë kursi. Vazhdo me gas, lutem. Këtë kursi edhe drejt shkojmë. Me thonë larg unazës, sinjal djatës, përsërit këtë kursi. Apo? Me thonë, në qofë se ne jemi të kursia djatë, shkojmë larg unazës edhe përsërit shkyqjen e bëjmë këto. Sinjal majtës shofim pasqyrë dhe vazhdojmë me gas. Gas, lutem. Gas, jo vetëm timoni, për një kosisht edhe djetë testova. Edhe super ke vozit. Sot pse foli? Sot bëjsh gabime. Ju kam lesru pak si duket. Nga dalë edhe dhe kyqemi në mes. Me gjithë se neve e kemi gjelë bërtën, haj vazhdo nga dalë në mes e do këthejmë majtës, apo? Edhe ato e kanë gjelë bërtën, apo mere këtësa. Edhe dhe presim ato nga anë e gjatë, liro, edhe pak, liro, edhe vazhdo. Vazhdo me gas, në këtë kursil, anën e gjatë përsëri. Do vazhdojsh dhe me thonë me kujdes maksimal në veturën tënde, se normal çdo fillestar ka nevojë për plus vozitje. Çdo fillestar edhe kur e ndron veturën, derisa t'ja marrësh instruksionet asaj veturës, me thonë do kesh patjetër të kesh ato dilemat se si ta bëj. Vazhdo me gas, rritë shpejtësinë edhe nxjerrën dytën. Hajde. Mos u frit. Vazhdo me gas. Hajde.
edhe pak nxirren goditën. Ok, nuk japim full gas, se kemi penges. Vazhdo përsëri. Përsëri ti dhe kesh ato hamendjet, ato dyshimet, se adevoj ajo komandat, pedalit, do me thonë i kanë pak më ndryshe, jo çdo veturë është e njëjtë, do me thonë nuk do të thotë se njëjtë jo. Mirë po ju veturën, çfarë veturë e kishi? Është Golf 6 edhe besoj se është shumë e lehtë edhe është shumë e ngjashme me këtë veturë. Edhe mendoj se kur janë veturat më të drejto pak timoni, kur janë veturat më të ndjajshme, atëherë ke edhe më të lehtë ta ngasish makinën, apo për arsye se janë të ngjashme. Mirë po, kur janë më të ndryshme, kuptohet derisa ti kapish ato pedalet ashtu si duhet, edhe unë si instruktore kur hipim veturë tjetër, 2 minuta para e testoj si janë pedalet çka janë, domethënë sugjerohet para të shofish komandat, pedalet, si ka vetura, ku i ka raketat, ku i ka dritat, për pastrimin e dritareve, për avullimin, për krejt, shifet para vetura, pastaj ta bësh nisjen me koncentrim të plot. Jo do me thonë të hipish edhe direkt nisish, edhe pastaj gjatë procesit vozitjes ti të ndalesh edhe të kujtosh a ishtë këndej, a ishtë andej, a duhet ta bëjnë këtë mënyrë, a duhet ta bëjnë atë mënyrë. Do me thënë, jo ti kemi ato hamendit, jo ti kemi ato dyshimet, jo ti kemi ato pikpyetjet, po neve duhet patjetër 2-3 minuta deri 5 minuta ta shiqojmë krejt atë procesin e veturës, e më pas të nisemi. Sidomos ju fillestarët, është patjetër ti shiqoni ato instruksione. Në përgjithësi krejt mirje, do me thonë derisa une nuk zbrita nga ana jote dalë të nxirri veturën prej parkingi, kuptohet mendimin time e bane, mirë po ishte në rregull, do me thonë e more guximin ta bëjsh. Do me thonë duhet ta bëjmë një përsëritje, ki që direkt në shtrimin e parë direkt. Mos e mba frenin, vazhdo me gas apo se lire ke tereni. Mund ta heqësh rripin e sipërimit, që s'na duhet. Edhe kyçeni direkt në shtrimi i parë. Moment që se shofim stopin dale, apo? Ajde, shkojmë prej kërcë dhe komunikojmë me pasqyrën nga ana e majtë, apo? Timonin drejt, heke koshnicën të lutem, shife sa shpejt nisi, apo? Dhe heke koshnicën, edhe nga dal, konsultin, apo? Jo para në zive, vetëm pasqyrë, kur shkojmë nga mbrapa, vetëm pasqyrë, para nuk kemi çka shiqoj, vetëm pasqyrë. Vetëm pasqyrë të lutem. Jo, timoni sa e kishit sa gradë, me thanë deri këtu, edhe jo ma shumë. Apo, ta shpresim vetë vetura drejtohet, për atë arsye dhe duhet shofim vetëm pasqyrë. Vetura na është bo drejt, vija është e drejt, dhe ne shkojmë me timonin drejt. Nësipe vetëm pasqyrë të lutem. Para nuk duhet shofim. Hajde, mund të zgjatesh te pasqyra, të koncentrohesh, apo tash mund vazhdojmë majtas. Jo ma shumë. Jo, mbaje ndelshëm. Kur ta drejtojmë timonin, kur ta shohim vetëm shkronjën sa, jemi afër dijes, afër murit, e tash mundet gradualisht fillojmë ta drejtojmë dhe shkojmë deri te jo diafraz, vetëm drejt lutem. Hajde dhe shkojmë deri te shkronja. Edhe pak. Stop. Kjo. Me thënë ato shkronjat nuk do t'i prekim për arsye se ajo llogaritet sikur kemi mur, apo ose kemi një derë himje, apo edhe ne, me thënë i bijmë asaj derës nga mbrapa ose murit.
Hajde dhe përsëri nuk duhet t'i shkelim vijat e plota. Nuk mbajnë frenim. Okej, timonin t'lutet. Vazhdojmë drejt. Edhe marim ktesën majtas. Koncentrohu, fokusohu sikur unë s'jam këtu. Hajde, si na qënë ushtrimi, edhe ne ashtu veprojmë. Në thënë ushtrimi jonë, rruga jonë, përsia jonë, është kjo. Vjen e plot, guxojmë ta shkelim, nuk guxojmë, vjen e plot nga ana e djathtë. Këtë vjen e plot, nuk guxojmë ta shkelim kur dalim prej parkingut, apo? Dhe këtu, ndalemi. Në moment që nuk I shohim vjetën dhe krera, ndalemi. Tash mere full timonin majtas. Hape dritare, pozicionin e durve, koka në jashtë. Këtë mënyrë, nësite. Kokën jashtë maksimum t'lute, do t'a shohim komën e parë, 3 kocka, apo? Sa ma nga dalë. 3 kocka vetëm I lëmë bosh, vazhdo, ke plot vetë. Edhe pak. Stop. Kjo është ajo e duhur, ata shpull timonin djathtës. Tash gomën heke frenin punës, hajde. Gomën e parë deri te vjetën ndërprera. Të parën, gomën e parë. Gomën e parë deri te vjetën ndërprera në mes. Okej. Mes? Po. Nësibe, vetëm pak. Okej. Në thonë është okej. Goma e parë deri te vjeta ndërprera këtu në mes. Në rregull. Shaj kur s'kish to, çfarë vjen? Full timonin majtas. Full. Tash. Ata ndej nuk duhet ta shkelim. Këtu duhet të kryqemi mes korsis, apo? E drejt vetëm, jo të shkojmë te parkingi, drejt. Me thonë, as të vjetë ndërprera pas në parking, apo mesin e korsirës, shigjetat mes veturës. Hajde, vetëm drejt, vetëm drejt. Në moment që si shofim vjetë, ndalena. Me thonë, jemi ndalë paralel me veturën ka krahu I djathtë, apo tash shkojmë rifert nga mbrapa. Tash, anën e djathtë të shofim atë shkopin. Shkopi është qoshi I kësaj veturës, ku jemi parku paralel, apo? Të dritoja vogël të në mes, ku nuk e shofish, apo? Kjo. Tash, nga cili kraj ke parkingun djathtës, apo? Hajde, full djathtës. Edhe ta shofim pasqyr di shkopit mbrapa, do me thanë di dritat e veturës mbas. Ne thamë se him mes 2 veturave, apo? Hajde, e ke frenin punues. Edhe ne kur him mes 2 veturave, ne I shofim di dritat e veturës mbas. Parin e shef, e përveç dyti. Stop. E tash, 2 herë majtas, 2 herë ta lexosh. Jo 2 gjys, 2. Kjo W dhe airbag të lexohet. Timoni është këtë mënyrë drejt, edhe këtë mënyrë rotat bëhen drejt. E tash shiqem pasqyr deri 5 cm para parkingit. Shifën e këtu kemi një shenjë, një hezim, apo? Hajde, frenim punoj. Nga dalë kumplugin lutem. Shif njerë pasqyr, pastaj nxirre kokën jashtë. Edhe pak, ke hapësirë. Edhe pak. Stop, ta shif e jashtë. E ke bo? Sa duhet? Apo? Kjo është ajo që duhet, apo? Tash, full timonin majtas, full. Edhe e shofim gomën e parë. E ndes kemi him parking. Hajde. Vazhdo.
Goma e parë vetëm të hijem parking edhe u krej, deri te vjetët ndërprera. Edhe pa. Stop. Apo, në qoftë se ne him ma shumë në sibe, ne atër e prekim vijën nga ana e djathtë. Do të thonë kjo vijën nga ana e djathtë është muri. Ne zguxojmë ta prekim as anën e djathtë, as anën e majt, as mbrapa, as para. Do të thonë fiks duhet kyçemi në kursi, parking ashtu si duhet. Tash e nxjerrim të parën. Tash nuk duhet ta prekim këtë shkopin para. Çka është ky shkopi para? Është vetura para, apo? Komentoje, çka është? Se vetëm unë. Njerë para dalim. Okej, mere tash ktesën, mere. Me thonë neve nuk duhet ta shkelim vijën e plot. Vija plot është tash drejtohet, timoni drejtohet. Shkojmë drejt, apo? Kjo vija plot llogaritet se ka mur ose se ka vetur nga ana e majt. Vazhdojmë me gas, liro, vazhdo me gas. Vazhdo, ndiqe veç kursin tënde edhe shkojmë të ushtrimi i 4. Do me thonë 3 ushtrimet i praktikum, tash ushtrimin e 4. Ushtrimi i 4 do vetëm qetësi absolute. Drejton mes kursis edhe vazhdo me gas, e vendi o lartë. Kom pluk poshnica, po, ndalemi, të lutem. Me thonë e praktikojmë ushtrimin e 4. Tash e ngrenë frenin, bën e gati, frenin e dorës. Apo, tash e bën gati kom plugin, kuna dridhen që aty e mbajmë. Edhe pak, mbaje. Vazhdo gazin, shife numrin 10. Okej, kjo dhe hipe, mos e ma shumë gaz, kjo. Super, edhe këtu ndalemi. A e shofish, është ushtrimi ma i lehtë, apo? Vetëm duhet instruksionit punohet se si. Kjo ushtrim nuk do shqetësim, nuk do me thonë ta shpejtojsh. Do thjesht ta ndjesh. Tash kur e kishim rrugën poshtë, si veprojshim ne? E lirem komplutin, e ke frenimin nga dalë, edhe zbresim, jo komplut. Do me thonë rrugën poshtë nuk praktikojmë, apo? Hajde, vazhdo drejt. Edhe kemi nevojë edhe njëherë ti përsëritim ushtrimet, apo? Hajde, edhe me rekthesëm të ushtrimi i parë edhe njëherë. E drejtoj. Nga se s'kemi qenë pritjetët e para këtu, edhe për atë arsye kemi nevojë patjetër ti rifreskojmë ushtrimet. Si na çon rruga, ashtu edhe ne veprojmë me timonin. Jo për një. Me rekthesëm. Drejto drejt, edhe ndalemi. Hajde. Mbas. Timonin drejt, apo kur vazhdojmë mbas, timonin fillimisht drejt. Hajde, hekim frenin punos dhe komplugin më thënë shumë ka dalë. Se ne nëse e lishëm për njëherë, ne i bëjmë murit, apo? Tash fillojmë nga ana e gjatë të ikim murit, apo? Aq, jo ma shumë nëse të. Drejt, apo? Se vija shkon drejt, muri shkon drejt, edhe ne duhet me timoni drejt. Nga dalë. Nëse duket afër, e drejtojmë pak timoni. Tash përsëri këtej ande, ktheje. Shko deri te shkronja. Kur e kemi murin drejt, apo edhe veturën drejt, edhe ne vazhdojmë deri te shkronja. Ashtu si kur e kemi ushtrimin. Nuk duhet as t'i shkelim, pas ndalemi larg shkronjave. Heke frenin mos edhe vazhdojmë para. Mere ktesën, mere ktesën. Nuk duhet t'i prekim. Vija. Drejtohet drejt. Mere ktesën. Mere. Drejtohet drejt.
Shigjetat mes veturës, drejto drejt. Pozicionin e burve, kokën jashtë. Shifi mira i tjetër e patka jo. Ti je shofere, apo? Dhe se më. Okej, në rregull. Okej, tash timonin nuk e harroj në asnjë mënyrë. Shkëm nga mbrapa. E ke marrë timonin fu? Okej. E ke frenin punos dhe puno lirë. Lirë. Ndjihu e lirë. Drejto. Neve duhet lirë të ndjihemi, apo? Jo, pasqyrë të ish kopit, apo? Se e shoh se kërkojsh një pikë mbas. Ajo është mbas. Dhe me thënë neve i kërkojmë tash dy dritat e veturës mbas. Stop. I numërojmë dy herë timon. E tash e kërkojmë atë pikën. Apo që e kërkojsh e pak para. Atë hjezimin, me thënë, para parkingut ndalemi. Goma e pasme, me thënë ta shkele atë hjezimin. Hajde, është okej? Okej. Në rregull. Edhe tash dy herë majtës, full majtës, apo çdo parkim mes dy veturave bëhet në këtë mënyrë. Jo, goma në ndaj. Hajde. Me thonë tash në ngeli vetëm pjesa përpara të kyçet brenda në parking. Edhe u kry parkingu. Super. A u bën e si? A i shumë e vështirë bëhet? Jo, po. Do me thonë, mes dy veturave, kudo që të kyçesh në zive, neve duhet t'i mbajmë mend instruksionet. A i praktikove këto instruksione, parkohu ku dush mes qytetit, me thonë ti lirisht mund të parkohesh për arsye se këto janë instruksionet, nuk ka instruksionet tjera. Tash kur do dalish, përsëri timonin sikur je kyç, me atë timon do dalish. Me thonë çka s'duhet prekim, shkopin para, do me thonë veturën para, edhe vjen e plot nga ana e majtë, do me thonë veturën majtës ose muri, nuk duhet preket, se këtë mënyrë ti do shton prej provimit, apo? Hajde. Jo, mos shpejto, se nëse prekim veturën, atëherë neve s'kemi bë punë, apo? Me thënë nuk ka nevojë të shpejtojmë, drejto timonin, edhe tash vazhdo me gaz, si të çojnë shenjat, apo? Vazhdojmë të ushtrimi i 4. Hajde. Drejto, drejt. Vazhdo. Me gaz. Mesin e forcës, me gaz. Edhe stop. Poshtica.
Apo, me thënë, e ndalin me kamba. Nuk ka nevojë që shpejtojmë, nuk ka nevojë që qetësohemi. Bëhe gati të frenin e dorës. Tash, plugin, krembra në tokë. Na dridhe mirë dhe kamën e shtirë në gips. Edhe pak. Kjo. Ashtu me gazi, shife numri. Mos e liro kom plugin. Që kjo. Ndalu pak, ndalu. Heke gazi. Apo, të qëj dhe njëherë të bojsh. Kjo është qëllimi. Okej, hajde. Bëna njëherë. Mbaj komët si duhet, bëne prapë prej fillimit. Hajde, derisa ta mësojsh. Hajde. Okej, vazhdo gazi. Shtype. Kjo. Ndalu edhe njëherë, ndalu. Okej, ndalu që aty më vend, ndali komët. Prapë bëne. Me thënë, ti dhe kesh rrugë jashtë, nuk do kesh qka që rrugë në alta, mirë po dhe kesh në këtë mënyrë. Edhe ti duhet ta dish këtë, apo? Hajde. Bëne gati. Hajde. Kjo pjesë është shumë e rëndësishme. Okej, stop. Vazhdo me gaz. Okej. Perfekt. Au bo. Edhe këtu stop. Ndalesh. Au bo. Instruksioni duhet dihet, apo? Do me thonë, këto janë instruksionet ti menaxhojmë pedale. Do me thonë, në moment kur plugi që na bëhet gati na drita, ne aty e mbajmë. Tash rrugët jashtë në qytet, ne kur japim gaz e lëshojmë, apo? Mirë po, këtu, poligon, ushtrimi 4, me frenin e dorës është shumë nalt, edhe për atë arsye e mbajmë, nuk e lëshojmë. Edhe ka pjesa tjetër, diku mbi 15 japim gaz, e ulim frenin e dorës, edhe ma atë gaz hipim deri nalt. A ishte e lehtë? Okej, ajde, liron në dalë në të heke të shtënicë. Dhe rikthehemi pas një pauze të shkurt, morëm energjinë tonë që na duhet dhe rikthehemi përsëri në orë. Energji jemi full, kemi pi nga pija energjike Foreverit. Me thënë është një pije excellent t'i themi. Me thënë është pije energjike, ku dëm nuk na bën në shëndetin tonë, mirë po na jep shumë energji dhe me vitamina dhe kuptohet se kemi pijen energjike pa sheqer. Na bëft mirë neve. Okej. Do kyqëm edhe një ushtrim të mend këtu në poligon, nga se ora 36 është ku du më të afcem në kandidatin, edhe unë është shoh si të arsyeshme, po edhe ti është si të arsyeshme, se duhet të bëjsh pak më shumë ushtrime, nga se s'kemi ardhur prej ditën e tretë këto ushtrime, ashtu si që e kemi të parashikuar në plan program, 3 ditët e para poligon, më pas jashtë vendbanimit në vendbanim dhe dita e 36 është se ku du ne të aftësohemi, apo? I bëjmë ushtrimet ashtu me qetësi absolute. Apo? Sa fakse kemi. Kandidatën e kam llafazane, mirë po, nga se këtu jemi para kamerës dhe automatikisht e kanë atë dyshimin, atë pikpyetjen se si të veproj, çka të bëj. Mirë po, prapa vijat do i shofim dhe njerë, prapa skenat. Okej, çka do të bëjmë tash? As të parkingu, pas të vijat e ndërprena, apo mesin e korsejës.
so ju param pasqyrë. Edhe? Super. Tash në ngellit kjo pjesë e parë. Ta jem parkike do të... Mami? Okej, jemi, ti e bon, jo une. Edhe ashtu jemi qetë, absolutisht. Ose? Jo në si dhe këtu jemi. Krejt në regull jemi. Hajde. Nuk ndodhen vetëm ty e para, krejt kandidatëve ju ndodhen kjo. Se ashtu fokusi, koncentrimi është total në ushtrim, edhe neve e shtypim këtë sinjalin e alarmit bip. Mirë, po këtu jemi. Hajde. Vazhdojmë të ushtrimi i rodës. Lirot, nuk të të total krejt. Si jashtë, si kur pozita njashtë edhe këtu. Me gaz, po? E ndjekim vetëm ushtrimi. Drejtor, drejt lutem. Me gaz, me gaz, me gaz. Hajde. Po me kapi. That's it. Kjo është. A ishte shumë rrallë. As pak, apo? As pak. Apo? Hajde, zbresim poshtë. Dhe me thonë, kjo është ushtrimi i 4 që ne bujmë shumë panik edhe shumë shtypsi. E ke frenin, apo? Hajde, ndalemi. Unë të mbillë shtritare. Rripin e sigurimit, shqyqe pasqyrat krejt. Dhe neve këtu jemi në përfundim të orës. Kështu që dita 36, dhe me thënë e kishim pak në vendbanim dhe në poligon për arsye se kishim nevoj të rifreskojmë ushtrimet. Dhe këtu e ishin ato disa hap pas hapi se si li bëjmë në ushtrimet, si ta bëjmë dhe me thonë duke i rifresku, me gjithse ditën e kalume e kishim test kandidatën edhe ishte super mirë në vozitje, dhe me thonë i dham ato vëritjet dhe lëvdatet. Mirë po, kuptohet se i kemi edhe në ato arsyet, kur jemi para kamerës, kuptohet se kandidatja e ka pakat fobi, jo vetëm kjo kandidate, për gjitha kandidatet, dhe bëhen e të gabimet teknike të vogla. Mirë po, për ndryshë jemi krejt okej, do i hapim edhe prapa skenat si duket në një ditë. Dhe këtu ishtë përfundimi i orës, dhe nësë ju pëlqen vërtet kjo pjesë që e bëjmë ne me kandidatet, si vlog le të themi, është mirë që të komentojmë edhe ta përshkruajmë atë se ju pëlqejnë, dhe me thënë, këto pjesë të inqezimeve, qoftë lëvdate, qoftë kritika, pozitive, negative, dhe me thënë të gjitha i pranojmë. Atëherë deri videon e radhës, miru ta pafshim.